Shikuesa ABC News ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha. Jemi së bashku në Breaking News për para zhvillimet më kryesore të deri tanishme. SPA ka përfunduar hetimet dhe ka dorëzuar në gjykat dosjen për bashkiakun e vallë të Dejes Kristian Shkreli. Disa ditë më parë, prokuroria e posaçme i komunikoi atij akuzën korrupsion në zgjedhje. Ervin Leka do të jetë në këtë moment në raportim. Ervin, të përshëndes, tashmë kanë përfunduar hetimet për kryebashkiakun e vallë të Dejes Kristian Shkreli. Çfarë shkeljesh konkretisht janë gjetur në dosjen e tij? Akuza e prokurorëve të posaçëm mbi Kristian Shkelin, kryetarin e bashkisë së vallë të Dejes në radhë të Partisë Socialiste, është ajo e korrupsionit në zgjedhje, për shkak se SPA, të paktën sipas hetimeve që ka kryer, ka mundur të faktojë se është i përfshirë në disa raste për sa i përket blerjes së votave në zgjedhjet e majit, pavarësisht se ishte në radhët e Partisë Socialiste, të paktën sipas hetimeve është angazhuar për të siguruar vota për sa i përket Partisë Socialdemokrate të drejtuar nga Tom Doshi në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Rreth 3 javë më parë Shkrelit i është komunikuar edhe akuza e korrupsionit në zgjedhje, ndërsa bashkë me të paktën sipas hetimeve janë edhe 3 persona të tjerë, ndërsa më herët i është sekuestruar edhe celulari ku ka pasur edhe kontrolle nga ana e prokurorisë së posaçme, dhe si duket këto gjetje të prokurorisë së posaçme janë dërguar në gjykat ku do të jetë gjyqtarja Flora Hayredinaj, e cila do të marrë në shqyrtim kalimin apo jo të kësaj dosje në gjykim në gjykatën e posaçme. Kujtojmë se pak para zgjedhjeve ishte edhe kryesocialisti Edi Rama, i cili hodhi akuzën ndaj Shkrelit duke i thënë që të mos luaj me 2 porta, pra këto ishin si duket shënjestra e kritikave edhe të kryeministrit Edi Rama për sa i përket Kristian Shkrelit, ndërsa tashmë ai si duket do të përballet me gjykatën e posaçme për sa i përket këtyre shkeljeve që ka gjetur hetimi i prokurorisë së posaçme. Mirë, Ervin, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë. Kryekomisioneri i zgjedhjeve Ilirian Celibashi thotë se zgjedhjet e 11 majit ishin të denja për një vend kandidat për Bashkimin Evropian. Pak orë pas publikimit të raportit të OSBE-Odirit, kryekomisioneri dha goditjen finale Sali Berishës në pretendimet e tij për farsë zgjedhore. Në emisionin Real Story të Sokol Ballës në ABC News, Celibashi tha se Partia Demokratike nuk ka dorëzuar ende kontratën me Kris Laçivitën për fushatën në zgjedhjet e 11 majit dhe dokumentacionin për financimin e saj. Pas raportit të OSBE-Odir dhe kreu i Komisionit Qendror Zgjedhor, Ilirian Celibashi, i ftuar në emisionin Real Story të Sokol Ballës në ABC News, i dha goditjen finale Sali Berishës për farsën e tij. Ju më përpara keni dhënë një vlerësimin tuaj kur keni thënë që këto zgjedhje janë zgjedhje me standarde të një vendi evropian. Ju i qëndroni asaj që keni thënë? Absolutisht po, edhe pse kjo duket shumë polemizuese, veçanërisht kur ke përballë një qëndrim të kundërt me këtë, i cili përfaqësohet nga opozita. Zgjedhjet kanë prodhuar një qeveri e cila gëzon legjitimitet jo vetëm formal, por besoj është rrjedhoj e kush është vullneti i votuesve shqiptar. Pra farsë nuk pati. Unë këtë nuk mund ta them në mënyrë absolute njerëse. Nëse do ta pranoje që kishte një farsë, atëherë nuk do të isha akoma në kryet të KQZ-s. Në kryet të KQZ-s. Por Celibashin nuk e prek doktori në plag, aty ku vërtet i dhëmb, ku është kontrata, por ish fushatuesin e tij, Kris Laçivita. Gjitha partitë politike që morën pjesë në fushat zgjedhore akoma nuk e kanë depozituar. Po sepse kam vështirë lidhet me datën. PDI-ja, nëse nuk gaboj. Kam vështirë lidhet me datën kur certifikohet rezultati, se fillon nga data e certifikimit të rezultatit. Nuk e di po. Fushata e kanë shkelgjë afatin? Akoma jo. Se kanë shkelë kanë kohë. Raporti OSBE-Odir mbylli edhe 11 majin. Kreu i Komisionit Qendror është më shumë i interesuar me çfarë do bëhet. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike do ulen në reformë zgjedhore dhe i bashkon një pikë, sistemi. Rama kërkon 101 deputet, opozita s'dihet çfarë kërkon. Për Celibashin konsensusi duket i vështirë, por mendon se më tepër humbim partitë e vogla. Është e qartë, nuk ka nevojë që ta them unë, sepse është matematikë e thjeshtë, ulet probabiliteti për të marrë një vend në kuvend. Sot ke 140 mundësi, do të kesh 100 apo 110 nëse do të shkojmë tek ai lloj sistemi. Ai vendos t'i bëjë një asist tjetër doktorit për komisionet zgjedhore
për të mos përjashtuar Partinë Demokratike, kundërshton idenë e Partisë Socialiste. Majoranca ka si ide me të pak nga që është artikuluar edhe nga drejtuesit e majorancës, mendon që do të ishte zgjidhje më mirë që të ishin në punës të shërbimit civil, gjë që në gjykimin dhe vlerësimin tim nuk mendoj që do të funksionojë. Pse? Ne akoma nuk kemi në stadin ku partitë politike dhe veçanërisht opozita të jetë e përjashtuar tërësisht nga administrimi i procesit. Shumica e antarësisë të jetë e përzgjedhur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe ndërkohë partitë kanë dhe ato të paktën nga një. Raporti OSBE ODIHR ndryshe nga herët e tjera është i vagullt, por në vlerësime nxjerr një fitues të madh, Ilirian Celibashin. Kreu i Komisionit Qendror Zgjedhor këtë medalje nga ndërkombëtarët ja var votës së diasporës, pavarësisht ngërçit me kontratën e DL-s, i vë votën që nuk ja jep as vetes. Gati 10. Raporti final i misionit vëzhgues të ODIHR-it i quan konkurruese zgjedhjet e 11 maj duke vlerësuar edhe procesin e votës së emigrantëve për herë të parë si një sukses. Raporti risjell probleme të adresuara në të shkuarën si pretendimet për patronazhim dhe ndikimin direkt të pushtetit mbi votuesit. Raporti cilëson ligjin elektoral si favorizues për dy partitë më dha dhe kërkon që reforma të nis tani dhe jo kur të afrojnë zgjedhjet. Raporti thotë se procesi ditën e votimit duhet të shkëputet nga përfaqësuesit e partive politike. OSBE ODIHR ka publikuar raportin me gjetjet finale të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Në tërësi, raporti thotë se fushata u zhvillua e qetë dhe zgjedhjet ishin konkurruese. Zgjedhjet ishin konkurruese dhe të zhvilluara profesionalisht, por u zhvillua në një mjedis shumë të polarizuar dhe garuesit nuk gëzonin kushte të barabarta loje. Megjithatë, shqiptarët sipas OSBE ODIHR patën mundësi zgjedhjeje mes disa alternativave më 11 maj. Ndërsa konkurrentët bën fushat lirisht dhe votuesit kishin mundësi zgjedhjeje midis alternativave politike, fusha e lojës ishte pabarabartë, me partinë në pushtet që përfitonte nga përdorimi i burimeve administrative dhe ndikimi institucional. Për ditën e zgjedhjeve, raporti thotë: Dita e zgjedhjeve ishte përgjithsisht e qetë dhe transparente, por në shumë vende nuk u respektuan procedura gjatë hapjes dhe votimit, me disa raportime për friksim dhe nxitje të votuesve. Në përgjithësi, vëzhguesit patën akses të mjaftueshëm për të vëzhguar të gjithë procesin. Në raport përmenden dhe akuzat për patronazhistët. Shumë bashkëbisedues të monitoruesit vendor zonal të ODIHR-it ngritën shqetësim në lidhje me ndikimin e rrjetëve të patronazhit në të gjithë vendin. Edhe procesi votimit u vlerësua i qetë në shumicën e rasteve, ndërsa citon dhe futjen për herë të parë të votimit nga jashtë, që është parë si një moment i rëndësishëm. Por sërish rekomandimet e hershme, thekson raporti, mbeten të patrajtuara, veçanërisht ai depolitizimit të administratës në nivelet ulta. Për të siguruar stabilitetin e administratës zgjedhore, duhet i kushtohet vëmendje depolitizimit të procedurës së emërimit të administratës zgjedhore të nivelet më të ulët, duke kufizuar gjithashtu zëvendësimet arbitrare dhe të minutës së fundit të anëtarëve të komisionit. Partive politike u rekomandohet gjithashtu që të shmangin ndryshimet ligjore në afatet limit, duke theksuar se çdo ndryshim duhet të kryhet në kohë. Kuadri ligjor zgjedhor duhet të reformohet në mënyrë gjithëpërfshirëse, përmes një procesi konsultativ gjithëpërfshirës, shumë kohë para zgjedhjeve të ardhshme, në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe praktikat e mira. Teknologjia në zgjedhje ishte një tjetër çështje që përmendet në raport. Këtu OSBE ODIHR kërkon që vendimet për përdorimin e teknologjisë të përmbahen ligjet dhe jo të merren si përgjigje presionit politik. Nëse në të ardhmen merret në konsiderat zgjerimi i votimit elektronik, atëherë përdorimi i teknologjive të votimit duhet të menaxhohet në një mënyrë gjithëpërfshirëse, transparente dhe të integruar. OSBE ODIHR i rekomandon dhe KQZ-s se duhet të ndërmarrë hapa për të parandaluar ndikimin e padrejtë mbi votuesit në qendrat e votimit. Një tjetër i zyrtar drejtuese e pakënaqur nga Sali Berisha i largohet demokratëve për gjetur vend në administratën socialiste. Ish kryetaria degës së Partisë Demokratike në Sarandë, Manjola Cikuli Nikollo, emërohet nënkryetare e bashkisë në këtë qytet. Në zgjedhjet e 11 majit ajo nuk mori një vend në listën e sigurt, edhe pse ishte renditur e treta në primaret e Sarandës. Manjola Cikuli Nikollo i bashkohet Zheni Gjergjit dhe Gencë Dermo Memajt, që kanë ikur më herët nga Partia Demokratike drejt administratës së qeverisë Rama. Operacioni demokratik që duam nuk ndalet. Ish kryetaria e Partisë Demokratike në Sarandë, Manjola Cikuli Nikollo,
ka pranuar ofertën e Partisë Socialiste për të mbajtur postin e nënkryetares së Bashkisë Sarand, drejtuar nga Oltion Caci. Nikolo deri në mars të këtij viti ishte kryetare degës së Partisë Demokratike në Sarand, e zgjedhur me vot nga demokratët që prej procesit të rithemelimit ajo e la postin, sikur statutor, për të kandiduar në primaret e Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës. Nikolo mori 446 vota, duke renditur të tretën, pas rivalitetit të fortë me deputeten e Partisë Demokratike Ina Zhupa dhe Atirt Hoxhën. Nuk ja doli të ishte në listën e mbyllur të Partisë Demokratike në Vlorë, ndaj u tërhoq edhe nga lista e hapur e kandidatëve. Kështu Manjola Cikuli, Nikolo i bashkohet Gens Dermo Memajt në Vlorë dhe Zheni Gjergjit në Elbasan si zyrtarët e Partisë Demokratike që i bashkohen Partisë Socialiste në administratën shtetërore. Operacioni në Sarand ka filluar më herët. Në muaj janar, Bashkiaku Socialist Caci emëroi si drejtor të shërbimeve publike ish kandidatin për deputet të Partisë Demokratike dhe këshilltarin bashkiak opozitar Jolio Dine. Pas socialistëve duke se edhe demokratën ka ngritur një kurs të shpejt të trajnimi për deputetët e rinj, por Akademia e Demokratëve ka një kurrikul më të shkurtër për vënësit e rinj. Sali Berisha u dha atyre një leksion mbi dhunën në kuvend, si t'i binden listës së tij dhe se si të dinë të menaxhojnë humbjen. Partia Socialiste ka akademin politike për të mësuar deputetët të menaxhojnë fitoren, kurse doktori atë të menaxhimit të humbjeve. Deklarata e fundit për largimin e Sali Berishës si kryetar ka tronditur Selim Blu, ndaj doktori thirrje intrues për të trajnuar të rinjt, si për të kujtuar se ata janë aty, jo nga vota e popullit, por nga lista e tij. Shumë funksione dhe detyra mund të mirë gjatë jetës, por si ai deputetit nuk është asnjë. Ju jeni deputet me dorë në xhepa. Jeni njerëz pa asnjë staf. Çka e gjymton punën e parlamentit? Dhe si me duar në xhepa u kërkoi deputetëve të mos i shkelin më vijat e kuqe. Në çdo hap, në çdo veprim, në çdo votim, në çdo analizë, deputeti dhe ai që merret me politikë, ato duhet të ketë linjat e shenjta të kuqe që s'mund të preken, s'mund të kalojnë. Për herë të parë e pranoi se aksioni i dhunshëm në kuvend i Partisë Demokratike është një vije kuqe që e kanë kaluar më shpesh se sa duhet. Është e vërtetë se opozita mund të teprojë në qëndrimet e saj, por kjo nuk do thot kur të shkatërrohet parlamenti dhe parlamentarizmi. Por në këtë leksion morën pjesë vetëm 12 deputet, nga njëri krah reshti niste me më të rinjt, djalin e Fariut, deputeten e Çapjave dhe të Ilir Vrenozit. Nga krahu tjetër, më të persekutuarit e vjetër, Tomo Ralizotin, dhe e përmbyllej me të persekutuarin e ri, të Vetingut, Gjingjonin. Por disa kishin dal nga reshti. I pari mungonte Besar Xhaferi, i cili pas deklaratës për doktorin, thot se ka shkuar në Washington, po trajnohet aty ku nuk shkel dot doktori. I dyti Gazmend Bardhi, ai ka ikur për trajnim në Gjenev, nga ku shfaqet me një foto shumë ngjyrshe, me Bora Muzhaqin në krahun e majt dhe një homolog nga Zimbabveja në krahun e djathtë. Ashtu si video e Xhaferit që mbetet tashmë në internet, edhe cicërima e Bardhit për babin e Xenit dhe Gërdecin vijon të mbetet në profilin e tij zyrtar në platformën X prej 3 vitesh. Kurse në krah të Gjinxhonit mungoi ish homologu i tij magjistrat dhe deputeti i ri, Arjan Doja, një mungesë e paralajmëruar, pasi pak ditë më parë, në sallën e parlamentit, ai deklaroi se me tryezat nuk do të ketë një raport si ai i doktorit. U bëj thirrje edhe herë, mua s'm keni pa për tirat avolinave, s'keni vërtet më pa ndonjëherë për tirat avolinave. Aq më tepër që po ta them, që i pjesë prej nesh, paktën 6 prej nesh, nuk janë as produkt i listave të mbyllura që të vinë me kokën ulur këtu edhe të bëjnë veprime me rreqi. Të tjerë që munguan ishin edhe Denisa Vata, Ivi Kaso apo Manjola Luku, por Berisha edhe atyre në mungesë u dha një këshill të fundit. Një relacion, një raport është më thelbësori. Raporti gjitha raporteve tuaja, raporti me zgjedhësit. I pari që e ka dëgjuar këshillën nuk është deputet, por një politikan i ri në tentativë. Ai është parë duke ngrënë akullore rrugëve i pavarur. Shie, na bo 1, 2, 3, 4, 5 akullore.
Tirana dhe Londra bashkëpunuan ngushtë për të ullur ndjeshëm numrin e shqiptarëve që shkonin në rrugë ilegale drejt Anglisë. Në një intervistë për BBC, kryeministri Rama tregon se pas marrëveshjes dypalëshe, Shqipëria dhe Britania e Madhe krijuan një ekip të përbashkët dhe shkëmbimi informacioneve në kohë reale solli sukses. Rama përsëriti ndërkohë se ndryshe nga marrëveshja me Italinë që ishte unike, në Shqipëri nuk do të ketë qendra pritje azilkërkuesish nga Britania. Task Force e përbashkët mes Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe ka ulur ndjeshëm imigracionin e palishëm drejt ishullit. Në një intervistë për BBC, kryeministri Edi Rama tha se shkëmbimi i informacionit në kohë reale mes autoriteteve pati rol thelbësor në luftën kundër trafikantëve. Duhet jemi po aq të shpejt sa ata, do me thënë trafikantët. Duhet jemi po aq interaktiv sa ata, duhet jemi po aq të bashkuar sa ata, sepse nuk është fjala për një grup të vetëm etnik që merret me gjithë rrjetin, por për një ndërmarrje shumëkombëshe. Britania e Madhe është në kërkim të vendeve të gatshme për të ndërtuar qendra për azil kërkuesit e refuzuar, por për kryeministrin Edi Rama, as kjo nuk do ta zgjidhte problemin e emigracionit. Emigracioni i palishëm duhet trajtuar përmes marrëdhënieve me vendet e origjinës, duhet jetë përmes marrëdhënieve ku të dyja palët fitojnë e kështu me radhë. Dy kryeministra britanik nuk kanë marrë sinjale pozitive nga qeveria shqiptare për qendra kthimi në Shqipëri, ndaj Rama shpjegon edhe një herë se pse nuk mund të ketë një marrëveshje të ngjashme si ajo me Italinë. Në rastin e Shqipërisë dhe Italisë ka kuptim sepse është vetëm një det që ndan dy vendet tona. Por të marrësh njerëz në tokë, t'i fusësh në një avion, t'i sjellësh diku mijëra kilometra larg në një... Pikërisht emigracioni i palishëm dominoi dhe punimet e samitit të Berlinit të mërkurën në Londër. Në një deklaratë zyrtare, qeveria britanike thotë se Ballkani Perëndimor ka parë efektet negative të qenurit një rrugë tranziti për migrantët që kërkojnë të vinë në Bashkimin Evropian dhe Mbretërinë e Bashkuar. Ndaj u theksuar rëndësia për bashkëpunimin në nivel rajonal, dorsa u vlerësuan dhe hapat që po ndërmerren nga partnerët e Ballkanit Perëndimor për të harmonizuar regjimet e tyre të vizave me Bashkimin Evropian. Mira shqiptar jashtë vendit po tregojnë në interes për të investuar kursimet e tyre në vend lindje me mbështetjen e qeverisë përmes të ashtu quajturës paketa e maleve. Vetëm në disa muaj kanë aplikuar rreth 4.000 qytetar. Por kryeministri Rama ka qenë i ashpër me disa bashkiak që po neglizhojnë dhe nuk kanë dorëzuar hartat e zonave prioritare, duke penguar nisjen e procesit. Mbi 4.000 qytetar kanë shprehur interes për të investuar në tokën e tyre nëpërmjet paketës së maleve. Kryeministri Edi Rama tha se kjo nismë do të japë zgjidhje edhe problemit të shumë familjeve, të cilat nuk kanë certifikat pronësie për të investuar në tokën e tyre, kryesisht në zonat malore. Paketa është eksaktësisht ilaçi për një dhimbje 30 e kusur vjeçare të njerëzve që e kanë tokën, nuk e kanë pranuar 7.501, ose për 1.001 arsye nuk e kanë marrë akoma dokumentin, i jep mundësi atij që e ka tokën, që të vijë në bashki dhe thot, unë dua të ndërtoj këtu një agroturizëm, dua të ndërtoj këtu një fermë. Por ky interes i lartë është përballur me neglizhencën e pushtetit lokal. Kryeministri kritikoi kryebashkiakët, të cilët ende nuk kanë dorëzuar hartat e zonave prioritare, të cilat i hapin rrugë zbatimit të paketës, ku 500 aplikuesit e parë do të përjashtohen nga taksat për 10 vite. Më dëgjon ti kryetari i Bashkisë Kukësit? Ha? Ti më dëgjon? Po nuk e di jam kupton. Një nga shtysat kryesore për këtë paket kanë qenë kuksianët, ku niveli i interesimit për të investuar në ato territorie është shumë i lartë nga ata që janë në emigracion. Dhe ti akoma nuk e sjell hartën, që është fare e thjeshtë, s'ka asnjë shkencë. Duke sjellë si shembull bashkit në vendin fqinj, Rama kërkoi nga kryebashkiakët që t'i gjenerojnë vetë ardhurat e tyre. Nuk mund të jetë historia mblidh të ardhura nga qytetarët përmes taksave dhe pastaj shpërndaj dhe pastaj kërko më shumë nga të ardhurat, po duhet jetë dhe krijimi i të ardhurave të tjera. Dhe bashkit duhet jenë në pararoj për të krijuar të ardhura.
Punimet në autostradën Tiranë-Durrës po ecin me ritme të shpejta, një segment i rëndësishëm për lëvizjet nga Tirana drejt aeroportit të Rinas, ai nga kthesa e Kamzës deri pranë bikalimit të Kasharit, do të përfundojë në fund të këtij viti. Zëvendës kryeministria Balluku tha se kanë mbetur edhe 200 metrat e fundit pranë bikalimit të Kasharit. Loti i parë i autostradës Tiranë-Durrës me gjatësi prej 6 kilometrash, i cili nis nga kthesa e Kamzës deri tek mbikalimi i Kasharit, do të hapet për qarkullim në fund të muajit dhjetor. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku inspektoi kantierin, ndërsa theksoi se punimet po ecin me ritëm të shpejtë. Sigurisht kemi edhe dy nyje të lidhse, njërën me Laknasin dhe tjetrën ura e re që do të ndërtohet për njëra nga hyrjet në Rinas, pasi Rinasi tashmë ka shumë hyrje dhe e gjitha kjo ne shpresojmë që pa dy hyrjet sigurisht ta dorëzojmë pra fazën e parë dhe fazën e dytë ta dorëzojmë për akses në fund të muajit dhjetor. Sigurisht duke bërë një ajustim të trafikut, pasi nga 4 korsi, pra 3+1, që është emergjenca, do duhet që të kalojë në pjesën e ngushtë, pra tek pjesa e pas mbikalimit Kasharit, por që ajo është në planet tona për të zgjeruar sa më parë. Segmenti i parë i Tiranë-Durrës transformohet tashmë nga një superstradë në një autostradë tipit A me 4 korsi. Tashmë autostrada Tiranë-Durrës në 6 kilometrat e para, duke nisur nga Casa Italia dhe deri në mbikalimin e Kasharit, kthehet në një autostradë të tipit A me një kuror 32.5 metra gjerësi. Kemi 3 korsi nga 2 akrahët plus një korsi emergjence që e bën me 4 korsi nga të 2 akrahët. Ecuria e projektit është shumë e mirë. Një element i rëndësishëm i projektit parashikohet që të jetë edhe integrimi i gjelbërimit për gjatë gjithë aksit. Kemi komplet plane tjera për gjithë arredimin urban, por edhe për gjelbërimin e autostradave, madje kemi nisur nga puna edhe për të bërë një ndryshim brenda tuneleve të Shqiponjës, për sa i përket arredimit, duke qenë se janë hyrja zyrtare e Tiranës. Pritet që në përfundim të 2 fazave të para, trafiku në këtë segment të autostradës të lehtësohet ndjeshëm, duke përmirësuar lëvizjen e automjeteve ndërmjet Tiranës dhe Durrësit e jo vetëm. Policia shqiptare ktheu mbrapsht në Rinas një imam të huaj 82 vjeçar duke refuzuar hyrje në vendin tonë. Agjentët e policisë morën në pyetje klerikun që vinte tranzit nga Serbia në Rinas. Imami nga Trinidad Tobago nuk dha arsye bindëse për të hyrë në Shqipëri, ndërsa në rrjetet sociale ishte njoftuar më herët se ai vinte për të mbajtur ligjërata fetare. Policia kufitare e Rinasit i ka refuzuar hyrje në Shqipëri imam Imran Nazar Hosein, i cili njihet për ligjëratat e tij fetare. 82 vjeçari ka mbritur në aeroportin e Rinasit rreth mesditës nga Serbia, ndërsa policia kufitare e ka marrë në pyetje në vijën e dytë të kontrollit, lidhur me arsyen pse do të vizitonte Shqipërinë. Mësohet se Imran Nazar Hosein ka deklaruar se në Shqipëri do të vinte për të mbajtur ligjërata, por kjo arsye nuk i ka bindur oficerët e policisë kufitare. Në fakt, njoftimet për ardhjen e tij në vendin tonë ishin bërë edhe në rrjetet sociale, ndërsa agjentët e policisë nuk janë bindur për arsye të ardhjes së tij në vendin tonë. Në këto kushte, duke mos dhënë shkaqe bindëse të tjera, lidhur me vizitën në Shqipëri, Imran Nazar Hosein i është refuzuar hyrja në vendin tonë. Ai është kthyer mbrapsht për në Serbi, vend ky që ai kishte përdorur për të udhëtuar tranzit nga Bosnia-Hercegovina. Imran Hosein, i lindur në 1942 në Trinidad dhe Tobago, nga prindër pasardhës të cilëve kishin emigruar nga India, është një predikues dhe autor i disa botimeve islamike. Apeli rrëzoi për të disatën herë kërkesën e Ilir Metës për të liruar nga qelia. Gjykata nuk ndryshoi masën e sigurisë arrest në burg, ndërsa një vit pas arrestimit të ish-presidentit Meta, dosja e tij është dërguar nga SPAK në gjykatë, ku ende nuk ka nisur gjykimi. Gjykata e posaçme apelit rrëzoi të njëjtën kërkesën e Ilir Metës për revokimin e masës së sigurisë, duke lënë në fuqi arrestin me burg për ish-presidentin. Pavarësisht pretendimeve të avokatit të Ilir Metës për revokimin e masës së sigurisë, gjyqtarja Saida Dollani vendosi të mos pranojë këtë kërkesë. Një ditë më parë, edhe shkalla e parë e gjykatës së posaçme rrëzoi kërkesën tjetër të Metës për ndryshimin e masës së sigurisë, duke lënë në fuqi arrestin me burg. Ilir Meta është rrëzuar në të 3 shkallët e gjyqësorit, pasi edhe me 16 tetor gjykata e lartë rrëzoi rekursin
vendosjen e tij për masën e sigurisë. Këtë të njëjtë përdosjen Meta u shtye dhe seanca paraprake për kalimin apo jo të hetimit në gjykim për shkak të bojkotit të avokatëve. Meta ndodhet në burg që prej tetorit të vitit 2024 i akuzuar për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje pasurie, për aferën CSD-a, lobimin e lëvizjes socialiste për integrim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pasuritë e padeklaruara. Dosja u dërgua për gjykim në fund të gushtit nga prokuroria e posaçme, ndërsa edhe Monika Kryemadhi përballet me të njëjtat akuza si ish bashkëshorti i saj. Kemi ardhur në fund të Breaking News. Ju ftohet klikoni në webin tonë abcnews.al për tjera zhvillime në radio, na gjeni në frekuencat 105 FM. Pas pak do të jeni me kolegen Habi Hoxha në hapësirën Shqipëria Sot. Faleminderit që na ndiqni. Türkiye-Arnavutluk ilişkileri aslında how Turkey sees Albania. It's about 11 years that Nëse nuk arrim marrëveshje për normalizimin e plotë të marrëdhënieve Kosovë-Serbia, nuk do të donë njohja nga Serbia. Dikush mund të thotë që Albin Kurti ishte radikal, ishte nacionalist, thjesht për strategji, thjesht për të ardhur pushtet. Nuk mund të jesh i njëjtë si në protestë.